Një vëtër aktive zjarri është regjistruar pas ditën vonë të ditës së mërkurë në Dukatfshat. Zjarri ka rënë në një hapësirë të mbjellë me pisha dhe bimësi të zonës larg fshatit Dukat, por toka e cila ka marrë zjarr ka qenë edhe pranë hyrjes së parkut kombëtar të Llogoras, duke rrezikuar këtë të fundit. Zjarri ka rënë në një terren të thepisur malor, teksa flakët përgjatë gjithë kohës kanë qenë të favorizuara nga era e fortë bregdetare që frynte në qytet. Shtullungat e tymit që vinin prej tyre kanë mbuluar më pas si gjithë aksi nacional që lidh Dukatin me Llogoran, si dhe fshatrat e Bregdetit, duke e bërë të vështirë qarkullimin në të. Për shumë minuta flakët avancuan duke u ngjitur më tej në shpatin e malit e duke rrezikuar të prekej edhe parku kombëtar i Llogoras. Nuk dihet nëse u raportuan në kohë zjarfikse të Vlorës, por ajo që u përbën një fakt është që ndërhyrja e tyre ka ardhur disa orë me vonesë. Vatra aktive zjarrit u konstatuar rreth orës 14 të ditës së mërkurë, ndërsa forcat e shërbimit zjarfikës në zonë bëritën pas orës 18 të mbrëmjes, pra më tepër se 4 orë më vonë. Fatmirësisht prej zjarrit, në momentet e para nuk rrezikoheshin banesa dhe biznese, teksa drejtimi i erës bëri që flakët të shkonin vetëm lart në shpatin e malit. Pas ndërhyrjes së specializuar të efektive të shërbimit zjarfikës të mëritur nga Vlora pas 2 orësh, vatra aktive zjarrit u vendos nën kontroll. Duke luftuar prej 2 orësh me flakët, efektivët e zjarfikses arritën t'i vendosin ato nën kontroll, ndërsa rreth orës 20 të mbrëmjes së të mërkurës gjithçka u stabilizua. Koha kur nisi dhe puna për shuarjen e trungjeve, të cilët mund të përbënin më pas rrezik për të rindezur sërish zjarrin. Situata mbrëmjen e të mërkurës u normalizua, ndërsa vlen të theksohet se si rrjedhoi e zjarrit, një hapësirë e konsiderueshme toke me pisha dhe bimësi të zonës është shkrumbuar totalisht nga flakët. Zjarri dyshohet të jetë vendosur qëllimisht, ndërsa policia për rastin në fjalë po vijon hetimet.